Nesër me 9 maj në ditën e Europës vleni bëhet 1. 5 parti shkrihen në një subjekt vetëm, por 2 emra nuk do të jenë më pjesë e partisë së re, ndonse mbajnë poste të resoreve deri në rikonstruimin e qeverisë, e ata janë ministri Fatmir Limani dhe zëvendës kryeministri Arben Fetai. Për njërin nga krerët e vlenit Izet Mexhiti kjo nuk përbën asnjë pengesë për bashkim, pasi bëhet fjalë për individ. Ne flasim për subjekte, domethënë nuk ka largim, po ka shkrirje në vlen. Vleni do jetë me një zë, dhe kjo nuk ka të bëjë me individ. Me vetë faktin që vleni po vendos edhe një model të ri demokratik këtu me bashkëkryetar, që se ka njohur kjo hapësirë, po e njohin shtetet evropiane, e njohin vlerat evropiane. Po vleni po sjell është kongresi i bashkimit, kongres i vlerave të reja europiane, prandaj edhe mbahet me 9 maj. Pra nuk është përqendruar te individi. Se çfarë do të bëhet me Limanin dhe Fetajin që s'janë më në vlen, me sa duket do të dihet më vonë në rikonstruimin e paralajmëruar të qeverisë. Znači njësme se ka fokusirani na vlen, shtom ova го zaokružime со премиерот сме национално договорени дека ќе има реконструкција на владата, но само национално. Значи не сме ги разговарале, ни преговарале ни принципите, ни дали ќе останеме на овие ресори или ќе има замена на ресориве, затоа кога ќе навлеземе во тоа, ќе преговараме и ќе бидете известени и вие и граѓани. Dera e qeverisë nuk është e mbyllur as për subjektet e tjera politike. Shpesh është përfolur hyrja e SHS së zgjatjen Selës në ekzekutiv, por këta të fundit janë deklaruar se nuk janë të interesuar të bënë pjesë e përbërjes qeveritare nga rikonstruimi eventual. Maj ose qershori janë përmendur si data opsionale për rikonstruim edhe nga kryeministri Hristijan Mickovski. Ai sot tha se nuk i duhet në ekzekutiv politikan nga pushtetet e së shkuarës, por që mbetet në qëndrimin që zgjedhjet e parakohshme parlamentare mund të ketë në pranverën e 2027-s.